Për të 12-ën herë me radhë seanca për konstituimin e Kuvendit të Kosovës nuk arriti të përmbushej me sukses. Shkaku kryesor i bllokimit mbetet mungesa e konsensusit për krijimin e komisionit që do të administronte procesin e votimit të fshehtë. Nga 113 deputet të pranishëm në sallë, vetëm 56 u shprehën për formimin të komisionit, ndërsa pjesa tjetër abstenuan apo refuzuan të votojnë. Partitë opozitare PDK, LDK, AAK, Nisma dhe Lista Serbe refuzuan të propozonin antar për këtë komision, duke akuzuar lëvizjen vetëvendosje për shkelje të kushtetutës dhe procedurave parlamentare. Sipas tyre, propozimi për votim të fshehtë u fut në rendite në mënyrë të papërshtatshme gjatë zhvillimit të seancës, dhe jo në fillim të saj. Avdi Dehari, që kryeson seancën konstituive, njoftoi se përpjekja për konstituim do të vijojë sërish të premte në orën 10. Ndërkohë kandidatja e vetëvendosjes për kryetare të Kuvendit Albulena Haxhiu shprehu pakënaqësinë e saj për qëndrimin e disa partive që nuk e përkrahin votimin e fshehtë për pozicionin që ajo synon. Për mua është e paqartë pse nuk mbështetet një formë kaq demokratike votimi për pozitat kyçe në institucionet e vendit, theksoi Haxhiu.